Një 46 vjeçare me shtetësi turke Ozgan Solon është arrestuar nga policia e shtetit në kuadër të operacionit të koduar Brent 2, gjatë të cilit në kamuz zbulua një magazin ku stampoheshin veshje dhe këpucë të kontrabanduara me logo false të markave të njohura ndërkombëtare. Në lidhje me këtë rast, policia ka shpallur në kërkim edhe një shtetas tjetër turk, 50 vjeçar, Mehmet Kaçiga, ndërsa 3 punonjëse të magazinës janë proceduar penalisht në gjendje të lirë. Gjatë kontrollit në magazin, shërbimet e policisë konstatuan sasi të mëdha mallrash që dyshohet se kishin shmangur detyrimet doganore, si dhe makineri lazeri, pajisje, printimi dhe stampimi për falsifikimin e logove, të cilat vendoseshin në veshje dhe këpucë të ndryshme. Policia sekuestroi veshjet dhe këpucë në sasi të mëdha, stampa dhe logo të markave të njohura ndërkombëtare, një telefon celular, si dhe dokumenta e sendet e tjera që do t'i shërbejnë hetimit. Ndaj të dyshuarve janë referuar materialet proceduriale në prokurorinë e Tiranës për veprat penale, shkelje të drejtave të pronësisë industriale, punësim i paligjshëm, kontrabanda me mallra të tjera, tregtimi dhe transportimi i mallrave që janë kontraband, ruajtja ose depozitimi i mallrave kontraband, fshehje të ardhurave, si dhe falsifikim i vulave, i stampave ose i formularve. Policia bën më dije se vijon puna për lokalizimin dhe kapjen e 50 vjeçarit të shpallur në kërkim, ndërsa hetimet për këtë çështje janë në zhvillim.